Përveç kapitullit që është dorëshkrim I shkëlqimit dhe Shekull Zylit, Elona Golli ka dhënë edhe një nga ditaret e shkrimtarit, ku flitet për udhëtimin e tij në Kongo të vitit 1971. Dikush mund të pyesi, po ç'rëndësi si ka ky ditar? Ka shumë rëndësi, sepse ai është treguesi I asaj që çfarë ka hequr dhe çfarë I është dashur të heqë shkrimtarit. Shkëlqimi I Dorian Shekull Zylit është botuar shumë herë para 90-s, por është botuar edhe pas 90-s. Pas 90-s ne vëmë re që janë shtuar disa kapituj. 73-74 apo? Është botuar shumë herë, është botuar edhe në Shqipëri, është botuar edhe në Prishtinë por është botuar edhe pas 90-s. Dhe pas 90-s ne shikojmë që janë shtuar disa kapituj. Dhe menjëherë lexuesi do pyesi, po këto kapituj nga u shtuan, nga dolën. Ditari Udhëtim në Kongo është treguesi I asaj që këto kapituj janë shkruar shumë përpara. Por shkrimtari, sepse dikush të mund pyesi që, do të thënë, ja kanë hequr, përveç censurës që ushtron një shtet, është edhe që quhet autocensur. Çfarë është autocensura? Ne dim çfarë mund të botohet dhe çfarë nuk mund të botohet. Edhe në kohë të demokracisë, shkrimtari, në momentet e fundit heq disa pjesë. Se thotë jo, nuk janë të përshtatshme për kontekstin. Të mos krijoj një konflikt, ose I duket sikur lexuesi nuk është akoma I gatshëm për një gjë të tillë cilën e ka shkruar. Pra kjo quhet autocensur. Golli vërtet ka qenë se shumë thonë që ai ka qenë kryetari I lidhjes shkrimtarëve, nuk kishte fare, askush nuk I thoshte jo. Po, ekzistonte ajo që quhet autocensur. Dhe në rastin e Gollit, ai ka menduar që këto kapitull nuk janë të përshtatshëm për kohën.